Ata u njohën brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri në edicionin e dytë dhe që pra asaj dite nuk janë ndarë nga njëri tjetri, po flasin për Luizelli dhe Kera Titon. Çifti i njohur janë shumë aktiv në rrjetet sociale. Ditën e djeshme, Dysha ka publikuar një foto gjatë një darke në një nga restorantet e vendit, por ajo që tërhoqi më shumë vëmendje ishte deklarata e papritur e Luizit. Po bëjmë sikur jemi bashk, u shpreh këngëtari krahas fotos, një frazë që menjëherë ndezi reagime në rrjetet sociale. Por megjithatë deklaratat e tij u kuptua si një shaka me humor, siç e ka zakon Luizelli, dhe shumë djegës reaguan me komente. Nga ana tjetër, kjo deklaratë e tij ishte edhe ironike, duke marrë parasysh se shumë portale aludojnë për një ndarje të mundshme mes çiftit, dhe Luizelli dita ditës po e vërteton dashurinë e tij që ka për Kiarën. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se para disa ditësh Luizelli pati një operim në këmbën e tij, që me sa duket ka dalë me sukses. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.